Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh zemrës, kolesterolit dhe diabetit nëse konsumoni vezë të zjera çdo mëngjes. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinës dhe konsiderohen një ushqim i thjeshtë që nuk të lë kurrë në baltë, përmbushës, por edhe i shijshëm. Në vitet 70 vlerat e vezës u përbaltën pas pretendimeve se ato rrisnin kolesterolin në gjak, por studimet shkencore të mëvonshme rikthyen vlerësimin e vezëve dhe sugjeruan se ato jo vetëm që janë të mira për zemrën, por ofrojnë edhe përfitime për të. Studime të ndryshme nga Universiteti i Connecticut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën në dy konkluzione. I pari ishte se vezët ndër të tjera përmbajnë nivele të kolesterolit të mirë me përbërje të kolesterolit të keq. Studimi i dytë sugjeron se konsumi 3 vezëve në ditë për 30 ditë me radhë zmadhon grimcat e kolesterolit të mirë, por nuk ndryshon asgjë në ekuilibrat e kolesterolit të mirë dhe të keq. Një gjë e tillë nënkupton se vezët janë një faktor rreziku i sëmundjeve koronare që është dëshmuar se nuk ndikon në probleme të tilla. Vezët kanë ndikime të sistemit kardiovaskular. Studime të tjera nuk kanë arritur të zbulojnë lidhjet e forta mes konsumit të vezës, ishemisë dhe sëmundjeve të zemrës. Një studim i vitit 2013, gjatë 8 studimeve të ndryshme të publikuar në revistën mjekësore BMJ, të cilat u referohemi, konfirmoi se ngrënia një veze në ditë nuk shkakton as sëmundje të zemrës dhe as ishemi. Studime të bazuara në analiza shëndetësore të gjysmë milionit njerëz të përfshirë në studimet kohore të arkut të 8 viteve dhe njerëzit të ndryshëm, në vitin 2016, 7 studime të tjera zbuluan se konsumi më shumë se 7 vezëve në javë do të ulë rrezikun e ishemisë me 12%. Ato kanë ndikime edhe tek sheqeri. Shumë studime kanë sugjeruar se diabetikët duhet të tregojnë kujdes në sasinë e kolesterolit dietik, por edhe në konsumin e vezëve. Por dy studime shkencore arritën në konkluzion të njëjtë. Vezët janë të sigurta edhe për diabetikët, madje nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak dhe trigliceridet, gjithmonë duke i konsumuar brenda sasive të lejuara. Vezët kanë ndikime edhe te qëndrimi i yndyrnave në gjak. Sipas ekspertëve, problemet me vezën qëndrojnë te përdorimi i yndyrës. Nëse vezët skuqen me shumë gjalp ose shoqërohen me mishra të përpunuar siç janë salçiçet ose sallamrat, atëherë do të rrisni kolesterolin e keq dhe do të rrisni rrezikun e sëmundjeve në zemër. Sipas të dhënave, një vezë mesatare ka rreth 1.5 gram yndyrë të ngopur, 72 kalori, 70 mg sodium. Një pjatë me vezë dhe sallam dhe djathë ka 12 gram yndyrë të ngopur, 450 kalori dhe 1290 mikrogram sodium. Nga pikpamja kontradiktore e vezëve, duhet të dini se ato janë të mira për shëndetin gjithmonë nëse nuk i teproni. Ekspertët sugjerojnë konsumin e 1 deri në 3 vezëve në ditë, gjithmonë në varësi të aktiviteteve tuaja dhe ndryshimeve që keni në shëndet. Veza gjen përdorime pothuajse kudo, në gatime, në ëmbëlsira, në maska bukurie e të tjera, por ajo që e bën të veçantë janë vlerat e saj të shumëllojshme ushqyese. E pasur me aminoacid dhe vitamina si kompleksi i vitaminave B, vitamina D dhe fosfori, seleni, kompleksi i proteinave të tjera, ajo është ndër produktet më të shëndetshme që duhet të shtohet në regjimin ushqimor. Kur blini vezë, mundohuni të zgjidhni ato organike sepse nuk përmbajnë shtesa hormonale. Për sa u përket ngjyrës, ajo është në dorën tuaj. Ndryshimi vetëm vjen nga lloji i pulës, por ato kanë të njëjtat vlera ushqyese. Në këtë video, sipas Breitsaj, do të rendisim disa nga efektet që i dhuron trupit tuaj konsumi i rregullt i vezëve në mënyrë të natyrshme. Do të ndiheni më shumë aktiv. Një vezë në mallsinë mesatare do të plotësojë rreth 15% të nevojës ditore për vitaminën B2, e njohur gjithashtu me emrin riboflavin. Ajo është një nga 8 vitaminat që ndihmon trupin të konvertojë ushqimin në energji. Do të keni shikim më të qartë. Dy antioksidantët kryesorë që gjenden te veza, luteina dhe zakanthina, kanë efekte mbrojtëse për syt. Këta antioksidantë reduktojnë në mënyrë të ndjeshme riskun për degradime makulare dhe katarakt, që janë ndërshkaqet kryesore për dëmtimin e shikimit dhe verbërisë tek moshat e treta. Në një studim të publikuar në gazetën amerikane të ushqyerjes klinike, pjesëmarrësit që konsumuan 2 vezë në ditë për 4 javë e gjysmë kishin një rritje të nivelit të zakanthinës me 44% dhe të luteinës me 28%. Duke konsumuar vezë të zjera, do të ndiheni gjithashtu më të ngopur. Vezët janë një burim shumë i mirë i proteinës,
të cilat u japin ndjesinë e ngopjes edhe kur keni ngrënë shumë më pak. Gjithashtu, vezët do të ndihmojnë në përmirësimin e niveleve të kolesterolit. Tashmë dim se trupi ynë krijon habitatin për zhvillimin e kolesterolit të mirë dhe atij të keq. Edhe pse veza përmban një sasi të konsiderueshme të kolesterolit, studimet e fundit kanë treguar se nuk ka asgjë për të shqetësuar, pasi përmbajtja e aminoacideve te veza lufton kolesterolin e keq. Do të ulë mundësinë për të prekur nga problemet kardiake. Ushqyerja e pashëndetshme, mungesa e aktivitetit fizik, faktorit trashëguar e të tjera janë disa prej arsyeve që çojnë në shfaqjen e sëmundjeve kardiake. Veza ka në përmbajtje të saj aminoacide që luftojnë kolesterolin e keq, pengojnë koagulimin e gjakut dhe oksidimin e rrugëve koronare, ndaj përfshiheni atë vazhdimisht në dietën tuaj. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është përgatitja e saj në formën e zgjerë. Vezët përmbajnë yndyrna të mira. Vezët e zgjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme që gjenden tek zemra ndikojnë gjithashtu në rregullimin e nivelit të insulinës në gjak, e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Ato përmbajnë nivele të mira të proteinës. Vezët e zgjera natyralisht përmbajnë nivele të larta proteine. Organizmi ka nevojë për proteinën në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmon organet e trupit të mundësojnë në strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Përmirëson gjithashtu shëndeti i syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme të veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe verbëria. Do të keni kocka më të forta. Vezët e zgjera janë të pasur me vitaminën D që ndihmon edhe në rëndësinë e kockave dhe dhëmbëve të fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Vezët e zgjera mund t'i kombinoni në produkte të ndryshme ushqyese dhe vlerat që do t'i ofrojnë trupit do ta bëjnë atë një nga mundësitë më të mira të dietës më të përmirësuar. Ushqyerja e mirë ndikon drejt për së drejti në aftësinë tuaj të mësuar. Kërkimet kanë treguar se konsumi i mëngjesit të mirë dhe të ekuilibruar përmirëson përqendrimin dhe vetdijen tuaj. Nisja e ditës me një mëngjes të shëndetshëm që përfshin vezët jep organizmit tuaj pikërisht vetit balancuese. Kjo sepse pothuajse të gjitha substancat ushqyese dhe thelbësore që i duhen trupit tuaj gjenden te veza. Ajo është e mbushur me 14 ushqyes themelor dhe 5 gram yndyrë dhe 70 kalori. Veza ka një shije shumë të mirë, por nëse nuk ju pëlqen, ka mira mënyra për ta futur në recetat tuaja. Proteinat që ndodhen te veza ju ndihmojnë në të bini nga peshat duke i kontrolluar vlerat me të cilat trupi juaj thith kalorit. Një studim i kohëve të fundit ka treguar se një mëngjes me bazë veze ka të njëjtën kalori si një mëngjes me bazë gjevreku. Ato që anë vezë në mëngjes konsumonin 163 kalori më pak në drekë, kishin më pak uri dhe në arkun kohor të 24 orëve konsumonin 418 kalori më pak. Kur mundohuni të menaxhoni peshën, zgjidhni ushqimet që ju japin maksimumin e vlerave ushqyese për minimumin e kalorive. Vezët japin energji trurit. Kolina, substanca që gjendet te verdha e vezëve, nxit zhvillimin dhe funksionin e trurit. Kolina njihet si një nga ushqyesit themelor të organizmit tonë, por nuk prodhohet dot nga trupi në sasinë e duhur. Është e nevojshme marrja e saj nëpërmjet ushqimit. Mjaftojnë 2 vezë në ditë për të marrë sasinë e nevojshme ditore të kolinës për një organizëm të shëndetshëm. Veza ndihmon për të mbajtur sytë e shëndetshëm. Luteina dhe zeakanthina që ndodhen te veza mbrojnë syt nga dëmtimi i rrezeve ultraviolet dhe diellit. Antioksidantët e saj mbrojnë edhe syt nga degenerimi makular për shkak të moshës. Ndaj edhe përfshirja e vezës në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë këto vlera, të cilat i përmendëm në këtë video. Vëmendje, ne bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.